Skënderbeu, kampi i të cilit ishte pak më larg nga sheshi i asaj bardhie. Shpesh i ngriti flamujt me qëllim që të zbriste poshtë dhe të shpinte sa të mundte ndihmën shokëve apo të binte në lavdi bashkë me ta. Por me një lutje që i bënte tit, duke i kërkuar që të priste ndonjë rast më të mirë për të shpërthyer dhe të mos lëshohej në një rrezik aq të padyshimët dhe në një vdekje të sigurt. Ai u ndali dhe po vërtitej sa këtu atje, duke kërcëllyer dëmët dhe me gojë të përgjakur. Thonë për të, gjë që meriton të përmendet, se kur kish ndërmend t'ia fillonte ndonjë betejë, apo kur ish në vetë zjarrin e përleshjes, përveç shenjave të tjera të admirueshme të fytyrës, që i ndëronte, i ish bërë zakon t'i çajë buza e poshtme dhe t'i mbushej plot me gjak. Kjo gjë ishte vënë re shpesh, jo vetëm në raste luftrash, por edhe në çështje civile, kur nxehej përtej masës.